Si t'ja bëjmë për ngulfatjen, kur një person ka ngulfatje? Cila është ajo metoda që përdoret të këta? Ngulfatjet më të shpeshta i kemi të mbetja ushqimit në fyt. Mirë po të fëmijët mundet me qenë edhe lodrat të ndryshme, fasulat, kikirikat, dhe më thonë mvaret edhe prej shkaktarit. Edhe nuk janë të pashpeshta edhe këto, mirë po pacientit i thuhet që të kollitet, nëse është mundur. Dhe metoda më e shpeshtë këtu është metoda e Heimlichut. Metoda e Heimlichut është vendosen domethënë dy duart në bark dhe bëhet një shtypje, duke pas parasysh se ajri e bën nxjerrjen e trupit të huaj nga goja. Kjo metodë është të persona të rritur, mirë po dallon të shtatzanat edhe të fëmijët, sepse të shtatzanat nuk bëhet ai metodë, mirë po dy duart vendoset domethënë në gjoks, jo në bark, po bëhen në gjoks, bëhet shtypja, ndërsa të fëmijët, të foshnjat, fëmia vendoset përmbys në dorë dhe bëhet shtypja me dorë ose me gishta në mes të dy shpatullave. Këto janë metodat. Këto raste a janë rritje? Apo është vedisu popullata? Nuk mund të them që janë edhe të shpeshta, janë vedisu sigurisht popullata dhe nuk janë edhe shumë të shpeshta.